Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallimu ala an-nabiyyil mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Gjitha falënderimet i takojnë Allahut të madhruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhruar e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë me të cilat na ka nderuar, të cilat nuk i numërojmë dot padyshim. Jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundsuar të vazhdojmë shoqërimin tonë sonte, gjithë një përpjekje për me kuptu më të mirën prej asaj me çka Allah i madhruar na ka udhëzuar. Kemi folë javën e kaluar për frytet e edukimit imanor të Kur'anit, edhe s'kemi arrit me përfundu temën, jo për shkak të kohës së ngushtë, sa për shkak se tema shumë e gjatë. Edhe në çdo hap të jetës së besimtarit duhet të ketë të vrejtun një shenjë, një gjurmë e atij edukimit të cilin Kur'ani e synon, të atij ndikimit që Kur'ani duhet me pas në jetën e besimtarit. Edhe ato gjurmë i referohen të gjitha dimenzioneve të jetës, edhe bindja ose besimi që do të me qenë i rregullum, i strukturum, do të me qenë mes tjerash edhe i dëshmum, i ngritun mbi baza të shëndosha të shpalljes, e që pastaj si i ktill është në përputhje të plot me logjikën njerëzore, nga se të besimi kur kemi mungesë të formimit ose mungesë të strukturës si duhet, aty ku mungon ndonjë gjë e duhur e besimit, vendin e saj e nxen ndonjë keqkuptim, ndonjë besim i deformuar, ndonjë bestytni, ndonjë kështu me radhë, plot gjëra të cilat edhe ne në përditshmërinë tonë i vrejmë te ajo pjesë e njerëzve që nuk janë sa duhet të rregulluar dhe të drejtuar me udhëzimet kuranore. Pastaj dimension tjetër se si manifestohet ndikimi dhe edukata kuranore është ibadeti, kur besimtari parimisht është i nënshtruar ndaj Allahut fuqiplot, s'ka nevojë me i kallëzu që duhet me u fal, s'ka nevojë me e bind që duhet me agjëru, s'ka nevojë me e lut për me e dhënë zekatin e me shku në haxh, për arsye se atij i mjafton me e kuptuar një gjë që Allahu e ka kërku, edhe ai nuk e ka as edhe dilemën më të vogël, a do të me e vepru atë apo jo. Gjithashtu, ndikimi ose frytet e edukimit imanor të Kur'anit janë të vrejtshme edhe në sjelljen e besimtarit. Mënyrën se si vepron, mënyrën se si paraqitet, mënyrën se si flet, në mënyrën se si i rregullon relacionet e veta me tjetrin, me njeri, ose me ambient, ose me rreth, ose me çka do të qoftë. Edhe padyshim që i kemi ato gjëra të cilat i kemi përmend javën e kaluar, sigurisht është nxitimi, gatishmëria e shpejt për me u përgjigj thirrjeve të Allahut fuqiplot, nxitimi për me bëj vepra të mira. Nëse s'keni harru, i kena dy grupe ajetesh nga sureja El Mu'minun, kaptina e besimtarëve. Fillimi, ajetet prej 1 deri në 11, 12, edhe ajetet prej 57 deri në 61 që flasin këtë temë, dhe kur i bashkojmë këto dy grupe ajetesh,
na e japin një profil bukur të qartë të besimtarit, çysh do këtë besimtare, çysh do të me u dok besimtare. Sido që tjetë, do të vazhdojmë sonte me atë që na ka mbet pa thonë, besimtari i edukum me Kur'an. Në mes tjerash e ka të rregullume qasjen e tij ndaj dunjas, e ka të rregullume edhe të qartë, cili duhet me konë pozicioni i tij në raport me dunja. Nashta është mirë me përsërit një gjatë cilën e kemi thonë shpesh herë në forma dhe mënyra të ndryshme. Allahu njeriun e ka kriju epicendër të krejt kësaj ekzistence. Çdo gjë sillet rreth njeriut, nashta tingëllon e çuditshme. Mirë po kur i shohim këto krijesa madhështore, sikur se janë toka e hana e dielli e yjet e planetat e ndryshme, pastaj fenomenet e ndryshme sikur se janë stinat e errat e shiu e kështu me radhë, pastaj nëse i këshyrim edhe me laçet, që janë krijesa shumë të përzgjedhura, shumë të veçanta, megjithatë e kuptojmë se krejt këto janë në një mënyrë në shërbim të njeriut. Kësaj njeriu është epicendra edhe njeriu për dallim prej krijesave tjera është ai i cilit Allahu i madhruar ju ka drejtuar me udhëzim, me urdhra, me ndalesa, me shko kësajt, ktheu kësajt, maja knej, maja anej e kështu me radhë. Kur e kemi parasysh një gjatë tillë, nëse e kuptojmë se na jemi epicendra, atëherë duhet me e kuptu se Allahu na ka nderu, na e ka dhënë një pozitë, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allahu thot, i kemi nderu fort bijtë e Ademit. I kemi nderu fort, i bie që me pozitë njeriu qëndron, pozita e tij e natyrshme, është më e lartë se sa dunjaja. E tash kur themi dunjaja, ky term, ky nocion përfshin shumë gjana, mirë po na e kuptojmë, po menoj na që flasim për fe edhe dëgjojmë për fe edhe dëgjojmë mësimet këtilla, e kuptojmë për çka po flasim. Dunjaja pra ajo që njeriu mundet me arrit në jetën e tij, ajo që njeriu mundet me e futë në pronësinë e tij ose me u shërby me te, që kjo është ajo dunjaja për cilën po flasim. Edhe pozicioni i njeriut në relacion me këtë është sipëror, është më i lartë. S'ban me konë dunjaja më naltë se insani, po insani do të me konë më naltë se dunjaja. Tjetër është ajo tema kush prej neve sa ka me pas. Ajo është një diçka që Allahu e cakton në mënyrë të pavarur, edhe na funit kemi përgjegjësi veç për ato çka na do të me bo, po s'kemi përgjegjësi për atë që na eventualisht mundëm me synu ose me pas dëshirë me arrit. Pra Allahu s'ka me na marrë në pyetje për atë çka kena arrit, ose çka s'kena arrit, po ka me na marrë në pyetje për atë çka kemi bo, nëse kemi pas mundësi me bo, ose për atë çka kemi tregu gatishmëri me bo, edhe pse s'kena pas mundësi me bo. E dunjaja pra në krejt këto, me të shumtën edhe me të paktën e saj, megjithatë nuk guxon me u ngrit në pozitë më lart se sa dora ose xhepi, me thon kushtimisht në kuptimin e pronësisë. Nuk guxon në asnjë mënyrë me arrit te zemra e besimtarit, me nxon vend, me okupu vend në zemrën e besimtarit, për arsye se realisht zemra duhet jetë e pastërt edhe në te me pas vend vetëm për Allahun. Si të futët dunjaja në zemër, dhe më thonë mbetet ma pak hapësirë për Allahun, e Allahu realisht asë për ata hapësirë edhe për zemrat e pastërta, Allahu nuk ka nevojë. S'ka nevojë. E dim, si me thonë, e kemi përsërit me dhjetra e qindra herë që nëse krejt i pastrojmë zemrat edhe lëm vend veç për Allahun zemrat tona, Allahu nuk bëhet ma zatë se që është, edhe në asjeltas.
Mirë po jemi na ata që përfitojmë dhe jemi na ata që arrim në pozicionin e të qenit njeri, insan, me kuptimin e plot të drejtë dhe më të mirën të fjalës, atëherë kur në zemrat tona nuk lëm vend për tjetër çka përveç se për Allahun fuqi plot. E dunjas çka më i bë? Dunjan do të më mbajt në dorë. Do të më e shfrytëzu, do të më e përdor, do të më e menaxhu. Edhe duhet nëpërmjet saj me e fitu ahiretin. Tash secili njeri në relacion me dunjan i ka dy mundësi. Ose ka me e fitu xhenetin, ose ka me e fitu xhehenemin. Ato që ne o themi begati të Allahut, nimetet të Allahut fuqiplot, ato janë të këtilla, janë nimete vetëm atëherë kur na i përdorim për me e fitu kënaqësinë e Allahut. Njëjtat gjana që mundet me konë pasuni, mundet me konë autoritet, mundet me konë dije, mundet me konë mençuri, mundet me konë famë, mundet me konë pozit, pushtet, çka do të qoftë. Me çdo të njëjtat njeriu mundet me fitu xhenetin. Bile mundet me konë prej të parëve, prej më të mirëve që futet në xhenet. A keni ndëgjuar hadithin që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se 7 persona do t'i strehojnë në hijen e tij. I pari i tyre është prisi i drejtë, prisi sundimtari. Do të thonë ai i cili e ka pushtetin, me e pas pushtetin, pas ka mundësi njeriu me shku në xhenet. Madje me shku shumë i privilegjuar dhe shumë i nderuar. Po Allahu na rujt, me të njëjtin pushtet njeriu mundet me shku edhe në xhehenem. Faraoni ka pas pushtet, ka pas shumë pushtet, mirë po ka mri atje ku e ka qu zemrimi edhe mallkimi i Allahut fuqiplot. Edhe pasunia është e njëjtë edhe krejt këto. Pra, me të njëjtat gjëra njeriu mundet me fitu, mundet me hum. Mundën këto sene me e çu në xhennet, po Zoti na rujt mundën me e çu edhe në xhehenem. E prej çkafit varet kjo? Kjo varet prej dëshirës së secilit çysh po don me i shfrytëzu, edhe to nis prej kësaj. Këto mirësitë e dunjas, pra janë bekim, edhe janë begati, edhe janë mirësi nëse shfrytëzohen për mirë, në të kundërtën janë mallkem. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë dhënë një shembull interesant. Unë shpesh kur i përmeni sahabët nuk më pa e rikujtu pse po ju referohemi sahabeve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veç për mos me na shku menja me thonë, po pejgambert e Allahut e kam pas kollaj se ata e në kont për zgjedhën. Po që po ju referojme do njerëzve që si në kont për zgjedhën, si në kont pejgamber, i në kont njerëz si kur na. Sahabët i në kont njerëz si kur na. Bile edhe gabimet i kam bo, që shibojmë na gabimet. Bile edhe gjunahe kam bo sahabët në situatat caktume, që shbojmë na gjunahe. Po dalimin mes atyne edhe neve edhe njerëzimit në përgjithësi ka qenë pikërisht në faktin se ata kur e kam pasë një punë është e keqe ose është gjuna, ata e kam braktisë në qast. S'kan këm ngullën te, s'kan hezitu me i kërku falje Allahut, s'ju ka ardhë marrë me pranu gabimin, edhe qështu për që ta jenë konë kas të veçantë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash, ata e kanë kuptu në një nivel shumë të avancum. Se dia është gabim me thonë, ma mirë se që duhet, cili është pozicioni, cili do të me konë pozicioni i dunjas në relacion me njeriun, edhe atyne shumicës tyne dunjaja s'ju ka bo heq për shtypje. Shumicës prej tyne, ose të gjithëve. Ani pse ata e në konë njerëz, Allahu i përshkruan edhe kështu. Allahu i përshkruan sahabët në Kur'an edhe kështu. Minkum me yuridu dunja, wa minkum me yuridu l'akhira. Thot ka për jush cilët e deshën dunjan, edhe ka për jush cilët e deshën ahiretin. Mirë po, kjo e deshën dunjan është shumë e kufizume dhe relative, ndërsa dashuria e tyne për ahiretin ka qenë shenja e tyne identifikuse. Po du të them edhe tjetërën, sahabët, si të pasunit e tyne, si të varfënit e tyne, cilin do prej tyne, dunjaja nuk e ka josh gjithaq. Ata të pasunit kanë bo tregti, edhe kanë bo tregti të mëdha, kanë pas fitime të mëdha, kanë pas pasuni që sot ndoshta ishin përkthy me miliarda. Do më thonë, ka pas prej sahabeve që si kur t'jetonin sot me atë gjendjen e tyne, do më thonë, në përputhje me kohën tonë, sigurisht ishin konë miliardera. Megjithatë, edhe ata nuk e kanë pas atë dashni për dunjan edhe për pasunin, thjesht veç për me
veç për me i shiju, veç me shiju komoditetin e dunjas. I dini shembojt, për shembull ai sahabiju që e ka dhënë atë kopshtin bashkën më të mirë që e ka pas, më të mirën bashkën në Medinë që u konë, e ka posedu një sahabi, edhe kur ka një fjallën e Allahut lën tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk do t'ja arrini mirësisë derisa të mos e jepni atë që udhimet. Ai ka shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, ti e din që unë kam shumë pasuni, po prej seneve që mas tepër më pëlqen edhe e du, është filon kopshti që ka qenë në qendër të Medinas. Thotë që ato po du me e dhonë për hir të Allahut, veç për me e dëshmu se unë me gjithate nuk po e synoj dunjan, por po e synoj mirësin edhe knaqësin e Allahut fuqiplot. Edhe ka pas prej sahabeve që po them prap për ata të pasunit, po flas, e do të flasim edhe për të varfënit gjithsesi, për me e kuptu, për me e pas fotografin komplete që kanë kuptu ata pozitën e tyne në relacion me dunjan, ose pozitën e dunjas në relacion me ta. Ka pas prej tyne që kur i ka mri karvani i tregtis, edhe i kanë mri fitimet e tregtis në mramje, masi u mshel tregu, masi janë shpërndan njerëzit në për shtëpia tyne, masi edhe me dasht me janë gjitë dorën dikujt, s'ke mujt me e gjetë, se u bon natë. Edhe i ka ardhur njërit prej tyne fitimi i tregtis, 100.000 dinar ose dirhem të asaj kohe, thot ka filluar sahabiu në shpim me usill, sikur me e pas një hall të madh. Sikur me i pa ndodh në i fatkeqësi. A realisht ai ka fitu, sikur ndonjëri prej neve sot për shembull, para akshamit me e pas bani tregti edhe me i fitu 300.000 euro. Edhe me shku në shpim mas akshamit, edhe mos mi unëzim ven. I thot gruaja vet, o burr, sahabët janë eduku me atë edukatën që sa herë kanë pa diçka që nuk shkon, mas pari janë mundu me eliminu fajtorin për i vetës. Edhe kjo gru fisnike, i thot mas pari burrit vetë, thot Allahile, qka ki që s'po bosh rahat, thot, a mos të idhnova unë në i sen, mos pete unë diçka që ta prishi qefin. Jo, i tha, ti je gruja maj mirë që ekziston. Po qka ki pra? O, thot, i kom fitu qka që pare sot, edhe s'po di qka me bo me to. Qysh s'po din qka me bo me to? Po thot, me bo me i majtu në këto pare sonte në shpe. Nuk u konë qëllimi, mos po vjen dikush po mi vjedh. Jo. Po thot, qysh une një besimtar i mbështetun fort në Allahun e me i majtë qka që pare të shpia. Qka vynë mu gjithë të pare. Edhe e gruja ti e ka kuptu fare mirë shqetësimin e ti. Qka vynë mu gjithë të pare. I ka thonë, a banën me të propozu diçka? Thot, po. Thot, bëni hesap për që tash, që ato pare, kujna kemi jadhon nesër. Filonit kom jadhon që kaq, ati tjetërit kaq, në filon mahallën kom i që kaq, ata le të shpërndojnë, në filon venin kaq, edhe, do më thonë, ti sonte po e hjek përgjithësim për i vetës, që atë veprim s'munësh me implementu sonte, e kry nesër në sabat. Edhe ky njeri, ky burr i madh, veç në qëtë moment u rahatu. Ka thonë Allah të shpërbleft se ma hjekin i gajlet madhe. A nuk është rasti i vetëm, realisht. Nuk është rasti i vetëm, që sahabët jenë shqetësu kur ju ka ardhë dunjaja. Kështu jenë konë pasunikt e sahabëve. Që jenë konë dvarfnit, ata dvarfnit, si jenë konë dvarfën, pëse si jenë konë të zotë me punu. Po jenë konë dvarfën për shkak se s'kam pas qef me fitu, s'kam pas qef me u pasunu. Jenë konë me një fjallë të ngopën dunja, që ato pak që e kam pas, dhe më thonë, ju ka doke që është balë për ta. Du mi përmend 2 raste. Rasti i parë, ka të bëj me Ebu Dardan, radiallahu anë, të cilit i kanë shku disa musafir një natë, edhe i ka marrë, i ka strehu ata musafir në shpit vetë. Po u konë natë dimni, edhe u konë bukur ftaft. Ngjarja zhvillohet në Medine borë zbjen, edhe temperatura në minus nuk shkon, po me gjithate, ndimën ndoshta shkon natën temperatura 10 gradë, ose 8 gradë, ose qështu diçka, si vjetë jëmë po ndimnit në Medine, qështu dëshë mu mërdhi, ma shumë se të na kur bot -10.
Do më thonë ftofti i Medinas është i vrejtshëm. Edhe kur i kanë shku ata musafir, i ka shti mrena, ju ka përgadit darkë të mirë, ushqim të mirë, Ibn Derdaja. Mas i kanë hongër darkë, ju ka thonë që tonë që të dhomë, fleni jo. Unë e kom dhomën anej, unë e flejnë dhomë temë, në sabah, shkojmë në gjami, falem sabahën. Edhe, kur ju ka thonë kështu edhe o dalë anej, këta të menu, që tash në i bjen do dysheka, e do plafa me umbullu, e do jorgana, e do diçka që mos me njërë. Prit, s'ka. Kanë fillu me umërdhi. Edhe njëni për i tyne, thot, jo, në që tash po shkoj edhe, po e lipi do jorgana. Kur shkon, e kësyr, a i i shkretin tokë, edhe ish mëllu me një sen të hollë, jo që e mbron për i të ftoftit, po veç me umbullu, mos me flejt zbullu, mos me i dalë avretin në shesh. Edhe i kur e shet që o qua i musafiri, i thot, thot, ndeshta me të lyp diçka me umblu, edhe me unëzetha, po t'i s'pas kjas për veti. I tha o burë, tha, unë e tha jetoj që shtu që shpeshehni, veç besoni gjo, të kësha pas, ma përpare ju kësha dhonë juve se vete. Të kësha pas i organa, ose plafa, ma përpare ju kësha mbulu juve, se sa vetën time, po unë e s'kam. Edhe i thëtaj, po e pse jeton t'i kështu? Tha që po t'kallëzë pse jetoj kështu? Tha se e kom kuptu që në këtë botë jemi kalimtar. Na pret një udhë, derit sa të shkojmë atje ku kena mu vendos. Na pret një udhë, derit sa të shkojmë atje ku kena mu vendos. E rruga e gjatë nuk muj me morë pesh tranda pe i këtuit me bajt me vete. Jëm të i qu kapa nej. Qfar përshkrimi interesant. Thot, këtu jemi kalimtar, atje ku është e shtëpia e vërtet, jëm të i qu senet kapa se është kogja largë deri atje, e s'muj me i qu tonat për njëherë. Qështu e kanë kuptu dunjan sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile halama interesant se kja, ka qenë ai sahabiju Khabbab, e ka pas emrin Khabbab ibn al-Arat, një sahabi prej të hershmive që e ka pranu islamin, edhe në momentin e vdekjes ai ka fillu me qajt. Tash, me pa njerin të tukajt, ty të shkon menja, ose u mërzit shumë, ose po tutët. I kanë thonë ati, ti pse po qanë? Apo mërzitës që po e lënë këtë dunja, apo tutës që po shkon në ahiret, po ti e ke shoshnu kohë gjatë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ti ke besu atëherë kur tjertë s'kanë guxu me besu, ti ke bo kështu kur tjertë jenë konë kundër, ti kështu. Krejt ato tha, unë i di shumë ma mirë se ju. Edhe jam shumë rahat me ato që ka kom bo, me ato që ka kom besu, me ato që ka ju munu me sakrifiku. Mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na ka të regu se ai besimtari i mirë, thot krejt shpërblimin e ka në ahiret. E unë e thot, kom arrit me shiju edhe pak komoditet në dunja, e po kam frik, mos jam prej atyne që jam shpërbly në dunja për punë të ahiretit. E kur shkoj në ahiret, tani s'kam shpërblim, veç për që ata dhët po qaj, jo për diçka tjetër. Për afërsisht që kjo konë qasja e sahabeve dhe që kjo është ai fryti i imanit të besimtari, fryti i edukimit imanor të besimtari për ndërtimin e relacionit ti me dunjan. Nuk kisha pas qef në asë një mënyrë dikush me e kuptu, realisht me e keq kuptu, se islami neve në nëzit me konë të varfën për kundrazi. Veç me i këshyre dhe me i marë këtë mësimet e islamit, asë njërë nuk thot që besimtari do të me konë i varfën. Krejt thojnë besimtari do të me konë i pasën. Pse? Nëse i marim 5 shtyllat e islamit, nuk plëtson 5 shtyllat pa konë i pasën. Fukaraja nuk mundet me dhonë zeqat, fukaraja nuk mundet me shku në haqë, edhe ai në verzionin më të mirë 3 shtylla mundet. Dhe më thona e ka islamin me 3 shtylla. Pa fajin e ti, gjithësesit mos keq kuptohem edhe këto. Mirë pa ai cilit Allah i ka dhonë pasunia, a e ka islamin më të qëndrushëm, nëse e ka kuptu pozitën e vetë, edhe pozitën e dunjas. Pastaj, pa edhe ato punë më të mëdha, më të mira të islamit
pa mall, pa pasuni, nuk bëhen. Kështu që mendoj se kjo punë është e qartë. Kur flasim për zuhdin në dunja, ka njëherë shohim se do njerëz nuk i bën përshtypje pasunia. Do njerëz nuk shiten për pare. Ka plot çasi njerëz. Ama i shkreti shitet për pozit. Ose shitet për pak famë. E kjo s'është qëllimi që ai pozitën e don prap për me bo pare, për me bo pasuni, po jo, po pozita vetë ju është tërheqëse, se është interesant për nefsin e njeriut, për egon e njeriut, me nejtë për shembull ulën në karrik, një karrik më të nalt, se tjertë. Egoja, ajo ana e ertë e njeriut, e lyp qita, e përjeton kanë shumë qita. Masëni është interesant me bo me gesht. Me thonë, ti qu, ti ullë, ti shka, ti hajde. Është një farë, si me thonë, e lyp egoja njerëzore, e që në të vërtet, kanë thonë djetarët se mazar është qësaj me i rezistu se asaj dëshirës për dunja, për pasuni. E sahabët edhe në këtë aspekt janë kanë pozita kur s'ju ka bo përshtypje, ka shembuj të panumërt, kur për shembull në një grup që ka pas njerëz më të mirë dhe më me vlerë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka caktu pris një që ka pas pozitë më të ulët në shoqëri, ose e ka pranu islamin më vonë, ose kështu me radhë. Për shembull, shumë shembuj ka, po veç një po e përmeni, veç me e kuptu që të sahabët pozita si pozitë, si pushtet, si autoritet, edhe ajo s'ka pas në i flerë. I ka thirrë njëherë Omeri radiallahu anhu, guvernatorët e provincave të ndryshme, se në kohën e Omerit shteti islam u zgjeru shumë, edhe u dash tani se cilin vend me pas ka një guvernator, ka një pushtet mbajtës në emën të halifas, sikur janë për shembull tash kryetarët e komunave ose çështo diçka, kryetarët e bashkive që jo thojnë. Edhe kur i kam mbledh ata, kur ardh guvernatori i Mekës në Medinë, i ka thonë, se cilin e ka vetë, ti në filon vendin kon e le me të zavendësu. Edhe ton, ja ka thonë ka një përgjigje. Ai njoni për shembull i ka thonë, unë e lash valla filanin, pe sahabëve, e ka njoftë Omeri, ka thonë, ani mirë pas ke bë ti filanin, mirë edhe ti. Kur ardh ky i Mekës i ka thonë, kon e le aty, tha e lash ta filanin. Omeri nuk e njefte. Tha, kush është ai? Tha, ai është tha një djalë i ri me ngjyrë. Kur po i thojmë me ngjyrë, po kemi kujdes mos me u lëndu dikush po menoj si terminologji bashkohore, i zëzak. Se qështu o konë, me ngjyrë, Allah që ashtu e ka kriju. Thot një djalë i ri me ngjyrë, bile thot në të kalumë u konë sklav, po e kanë liru, u konë sklav të filon familja. E Omeri qëtu pak u brengos, mirë për ka thonë, po në Mekë jetojnë hala Kurejshet, fisi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë autoritet e qysh një qësi asgjete kanë mja ulon atyneve qitoa. Edhe kë i thot, o prisi besimtarve, valla i tha, e përdora një kriter për me zgjedh kush me më zavendësu, edhe thot nuk gjeta, kërkon që dinte Kur'an ma shumë se që kë. Një si mirë i Kur'anit, thot e qëto e lash, nëse ti ta mërmenet që kom gabu, thuma. A i thot Omeri, ja, thot, subhanallah, thot, sa e mrekullueshme është kjo punë, Allahu i ngrit me Kur'an disa njerëz edhe i ul, i ngrit me këtë Kur'an disa njerëz, edhe i ul disa tjerë. Po në përgjithësi, edhe pozita sahabeve, edhe fama nuk ju ka bo shumë përshtypje, e në tash në këtë rast do të me thonë kështu, është e arritun e madhe, edhe është edukim i nivelit të lartë, nëse dhe na arrim që për punë të pozitave, mos me e hup shpirtin, në radhë të parë, ju e kuptoni çka do me thonë me e hup shpirtin. Mos me e hup njëri tjetrin, mos me e hup rrugën e drejtë. Edhe nështë juve është të ju shku menja kur thëmë për pozita, po menoni që po flasë për politikë, jo, edhe ajo bën pjesë, gjithashtu në këte. Mirë po ka njëherë e pozita mundet me konë edhe e pashpallon. Jo si pozit për kryetar komune, për deputete, për ministre, për çka dion, po ka njëherë 3-4 shokë, pse është njoni ma, si me thonë, ma shumë që bjenë sy,
Në rregull, nëse Zoti ja ka dhënë aftësinë, s'prish punë, bile shokët çashtu do të më i pas realisht. Mirë, po jo tash na me ushty, me ushty me bryla, me u përça, për kush me ardhë në shprehje. Për arsye se ka njëherë njëve na doket që njerëzit sot po koriten duke e lyp pozitën e udhëheqësisë. A se dim se ka njëherë njerëzit koriten edhe për ma pak se që kaq, për kur gjo heq, për një pozitë imaginare. Pse filoni e unë e jo. Ka njëherë thoi njerëzit, pse e ka thirë filonin e musum ka thirë. Pa i ka thirë, filonin e ka thirë për shkak se ka pas vend për ta, e ty s'ka thirë se s'ka pas vend për ty, subonomi. Ka pas nej arsye, kur s'do të me të shku menja kështo. E për që ka të sen, për një men njerit do të me pas kujdes edhe mos me u korit. Për ndryshe, prej fryteve të edukimit të mirëfillt imanor, që e ushtron Kur'anit e njerëzime, po edhe shembuj do t'i marrim e vrejmë se Allah i madhruar ata që janë eduku me Kur'an, Allahu i trajton në mënyrë të veçantë, ka një kujdes të veçantë për ta. I ndihmon në forma të ndryshme. Realisht në tonë e dim se i tërë suksesi një jetë varet prej Allahut fuqiplot, prej dëshirës edhe caktimit ti. Ati që Allah i madhruar ja jep suksesin, çaj është i suksesshëm. Edhe ati që janë nalë suksesin, çaj është i dështum. Thot Allah i madhruar, ma jeftahillahu linnasi min rahmetin fela mumsike laha. Atë pjesë të mëshirës, ose atë mëshirë që Allahu ja u jep njerëzve, s'ka kush që ja u nalë. O ma yumsik fela mursila lahu min ba'di. Po edhe atë që Allahu e nalë, s'ka kush mas ti që e jep. S'ka formul më të lehtë për me majtë men, edhe me kuptu se që kja. Ati që ja jep, Allahu s'ka kush që ja nalë, edhe ati që Allahu ja nalë, s'ka kush që ja jep, e cila është sprova tash? Cila është sprova? Sprova është qysh me mujt, me arrit që ato që na me konë prej atyne që Allahu do në mja u dhonë, e mos me konë prej atyne që Allahu do në mja u nalë. Edhe kjo tani është, si me thonë, që kjo është zgjedhja jonë. Në tonë e dim se Allahut kur gjo me zarë s'munëm me i marë. Kemi qeftë gjithë me u botë pasën, e punojmë, e lodhemi, po me gjithat e fitojmë qatë sa ka dashtë Allahu fuqiplot. Pse? Për arsye se s'munë është rizikun me jamarë Allahut me zarë. Tjep qatë sa të dënë vetë. Mirë po, kur është në pyetje rahmeti i ti, kjo nuk varet me sasit të pasunisë, sa Allahut jep, po varet me një sukses të përgjithshëm që ti e përjeton jetën tënde. Është udhëzimi në radhë të parë, është familja, është rehatia, harmonia familjare, është qatë pak që Zoti ta ka dhënë ti e shijan kënaqesh me to, e si e prej atyre që Allah ju ka dhënë shumë e s'din me ungi, e derisa s'din me ungi kanë atë shumë lakmi për ato që se kanë, sa që nuk e shijojnë ato që e kanë. A shumica e pasunikëve sot janë qështo. Shumica e njerëzve që kanë, sot janë qështo. Nga dëshira e madhe, nga lakmia e pa menaxhume, për me pas ma shumë si në gjendje me e shiju që ato që e ka. Jo vetëm në kuptimin e jetës luksoze, se na e shohim sa në luks jetojnë njerëzit sot, po nuk është veç ajo. Me i pas milionat e mos me pas vakt me nejt me familje, me gru e me fmi, që kanë të vynë ata miliona. Me i pas milionat edhe veç e shë vetën kalun 10 vjetë, djali që i ka pas 10 vjetë, tash u bo 20 vjetë, atëherë u konë fmi, tash u bo burë, do t'i nalë që këshyrë, po kush o kë? S'pe nja. Jo që se nje, fotografi nje, po shpirtin s'ja nje. Pse? Se ata 10 vjetë a i si ka kalu me ty, po thamë, më falni, si ka kalu me babën e vetë, po i ka kalu me dikant tjetër. Edhe tani, jo valla s'po më nganë, më ka dalë pej dore, çuditët, i kap mi shkull, flok, ku jem, djali jem, po përdor drogë, shembull. E qatë vynë ato pare ty, qatë vynë ata miliona, qatë vynë ajo pozit, qatë vynë ajo që Allah të ka sprovu me to e ti s'ke ditë më gjim. Për atë arsye, Allah i madhruar e jep mirësin aty ku njerëzit e meritojnë, e ka njëherë e jep atë që mundet me u duk si mirësi, po njerëzit fatkeqësisht vetëm se ndëshkohen me te. Pasunia në vend se me konë begati, bëhet mallkim. Në vend se me konë qetësi shpirtërore, bëhet shqetësim. Në vend se me konë harmoni, bëhet bela. Pso njerëzit janë konë rahat me familjet bashkëshortët ndërmjet vete, derisa janë konë një gjendje mesatare ose nën mesataren. Si i kanë bo senet, copa janë bo.
Po flas për sene që i dim edhe i dëgjojmë në rrethin tonë, s'po flas për Amerikë. Allahu i jep nder njeriut për atë sa njeriu e ndjek rrugën e drejtë të Allahut fuqiplot. Allahu i madhruar çka thot në Kur'an, në ajetin që ju tonë dini. Të paktën tonë keni dëgju. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ma i nderumi tek Allahu fuqiplot për juve është ai që është më i devotshëm. E tash ti ai që e zgjedh, apo do të më koni nderum te Allahu fuqiplot? Valla po, ne kam qef me kone, po bënu i devotshëm. Ti bosh i devotshëm, Allah të nderan. Ti kush zbot i devotshëm, Allah i madhruar nuk e nderan. Po ama që sa ka fitua i ka bo milionat, o mos ja këqyr milionat si numra, po këqyrja në ata miliona ai digjet, ai frgohet, se i ka prosh edhe i ka zjarë, se as i ka fitu me halal, as nuk i menaxhon e nuk i shpenzon me halal. Allah i madhruar gjithashtu thot, wa law istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Sikur ata të qëndronin në rrugën e drejtë, ashtu siç duhet, ne do t'ju jepnim atyne ujë të mjaftueshëm, e tonë e dim se uji është çka? Uji është burimi i jetës. Me ujë gjallënohet toka, e mbim bimat, bëhet jeta, e paramendo me kon, për shembull, me kon që ky veni jon krejt në ari. Po ujë mos me pas, kërkosh s'kesh ujë të merrnu, çka të vjen ari kur s'ka ujë. E Allah i madhruar po e jep ose po e përmend, po e premton mirësinë në formën bazike të ujit për me e kuptu se mirëqenia ofrohet për ata njerëz të cilët e ndjekin rrugën e drejtë të Allahut fuqiplot, ndërsa Allahu si rezultat, si epilog, i merr në mbrojtje edhe i dën, edhe i run, edhe i përkrah, edhe i ndihman, ata cilët janë të mirë, në mënyrën më të thjeshtë, edhe në kuptimin më të thjeshtë të fjalës. Allahu thot, wa huwa yatawalla as-salihin. Allahu i merr përsipër ata që janë salihin. Salihin, njeri i mirë. S'ka kuptim më të thjeshtë, njeri i mirë. Apo do me të marrë Allah i mbrojtje, po bënë njeri i mirë, edhe e ki të garantume për krahjen edhe mirësinë e Allahut fuqiplot. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith na ka treguar se çfarë rrihet dashuria e Allahut fuqiplot. Realisht hadithi është hadith kudsi, është fjala e Allahut, po të cilën e transmeton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jashtë Kur'anit. E në këtë fjalë, në këtë hadith kudsi, Allahu thot: "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh." S'munët robi jam me mua afru mua me diçka të cilën unë e du më shumë se sa atë që ja u kam bë obligim. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. E robi jam ka me vazhdu me mu afru mu me gjona vullnetare, pasi ti ketë kry obligimet, farzet. I ka kry farzet, e tash vazhdon me nafile, vazhdon me u afru, deri sa të mrin një stacion. Ajo stacioni i dashurisë Allahut fuqiplot, hatta uhibbe, deri sa ta du, në atë thot Allahu, e kur ta du, ai masani ka dalë në selamet, i ka arrit gjitha të mirat. Unë jam dora e tij me të cilën punon, koma e tij me të cilën ecë, syni i tij me të cilën shikon, veshi i tij me të cilën dëgjon. Nëse më kërkon i jap, nëse kërkon mbrojtje e mbroj. S'ka më mirë se me arrit njeriu në çet drejtë, a realisht udhëtimi është i mundshëm, ndërsa destinacioni është shumë jashtës. Kjo përkrahje që Allah i madhruar i merr përsipër njerëzit është në relacion me njeriu si individ, po edhe me njeriu si kolektiv edhe si shoqëri. Si individ, Allah i madhruar i ndreq punët e dunjas, i ndreq edhe punët e ahiretit. E ndreqja e punëve të dunjas ka njëherë nën kupton jo me i dhon njerit këtë çka lyp, po ka njëherë edhe mos me i dhon atë çka e lyp. Se Allah e ka përshkruar njeriu me një përshkrim interesant edhe shumë të saktë. Ndërsa ne nëse mendojmë kena me gjetë vetën që ato përshkrime. Mes tjera që Allah thot, wa yad'u al-insanu bish-sharri du'aahu bil-khair, wa kana al-insanu ajula. Njeriu ka njëherë lyp sherr, çashtu çysh do të dohi me lyp hajër. Se njeriu është i ngotshëm. Ai ka ndodhur ndonjëherë me lyp, me pas dëshirë, e me lutë Allahun, e me lyp me insistim ndonjë gjë që masën e ke pa,
e ke pa që s'ko ka konë që ke bashkë ma e mira. Ma e mirë ka konë që ajet cilën Allahu ma ka dhonë vend kësaj cilës e kom lypë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në këtë kontekst. Thot inna Allah la yahmi 'abdahu al-mu'mina min ad-dunya wa huwa yuhibbu. Vënoja menën këtij hadithi, shumë interesant është. Thot Allahu e mbron robin e vet prej dunjas. Me qenë se e don atë. Pra Allahu e don robin e vet edhe e mbron prej dunjas. Robi thot o Zot, më jep 1 milion, Allahu nuk e jep 1 milion. Robi thot o Allah, më jep një diçka të caktuar, Allahu nuk e jep çato. Pse s'ja jep? S'ja jep për shkak se e don. E ruan prej dunjas për shkak se e don robin e vet. Edhe tash deri këtu mundet me konë shumë me kriju konfuzion të na, me konë shumë qysh, është e mundur një gjë e tillë, po shembullin që na e jep pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në pjesën e dytë të hadithit është interesant, thot kema tahmuna maridhakum min at-ta'ami wash-sharabi takhafuna alayh. Thot kjo është njëjtë sikur ju me e pas një njeri të smut, edhe ai thot më jepni mish me hangër, ju si jepni mish për shkak se gjendja e tij shëndetësore nuk lejon me hangër mish. Thot më jepni kështu me pi, thot ju si jepni me pi për shkak se gjendja shëndetësore nuk ja lejon çat pije, thot ju e ndaloni ato për shkak të frikës që keni për ta. Ka njëherë edhe vetë fëmijëve tonë që mas shumë ti në dunja i dojmë, po si ja u plotësojmë dëshirat. Pse? Se dëshirat e tyne nga njerë janë pa vend, edhe na themi hajtë birë se e merë veshti kur të rritësh që për të mirën tane e kom pas. Para mendo tash ti si pab, ose si afër, ose i dashur i dikujt, ti mundosh me e pas në herë gabim, veç kthej tash në raport me Allahun fuqiplot, me Allahun e gjithdijshëm dhe gjithmëshirshëm, ta nal një sen, po ajo është për të mirën tane. Ndërsa në nivel kolektiv, Allah i madhruar i ka do rregulla, do ligje për me fitu ndihmën dhe përkrahjen e Allahut, do të tonë me umunu. Me po shumica me umunu e një pakic me pri mrapsht edhe ndrejtimin e kundërt, rrezikon mos me ndodh. Ose të paktën, duhet ajo dëshira kahemara edhe animi kahemara dhe e mira me qenë dominante. E kemi përmend nëse ju kujtohet, inna Allahe la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk ja ndryshon gjendjen një populli derisa ata të mos e ndryshojnë vetën. Ndryshojë vetën si njeri, pastaj si shoqëri tonë, ka një çka jemi këtu, Allahu i madhruar pastaj na ndryshon gjendjen kolektivisht, për ndryshe premtimet e Allahut, për përkrahje edhe kolektive janë të shumta. O in tasbiru, o tattaqu, la yadhurrukum kayduhum shay'a. Nëse jeni të durueshëm, edhe jeni të devotshëm, krejt kurthat e armiqve kur fardami s'mundën me ju dëmtu. Nuk ka ma thjesht edhe ma qartë edhe ma interesant se sa kjo. Kjo tema është shumë e gjatë. Po mbesin edhe ko gjatë do gjana pa i përmend, po e përmend edhe një të fundit, për me pas një përmbledhje të thjesht të kësaj që a tham frytet edhe rezultatet e edukimit imanor të Kur'anit. Besimtari, individ ose shoqëri, kur edukohen në aspektin imanor prej Kur'anit, mes tjerash lirohen edhe pastrohen edhe prej veseve të këqija, edhe prej dukurive negative. Ajo që mas tepër me rrezikon njeriu, çka është? Mundën të më nashkumenja me thonë shejtani, po jo, shejtani e ka ndikimin më të vogël. Nefsi, egoja, që ajo ona e errët të njeriu. Ajo ona e errët të njeriu, ajo e ka anën pozitive, por në momentin që e mojmë nën kontroll, në momentin që ajo dominon, ajo na çon veç ka hemrapshta. Për këtë arsye, nefsi për shembull nuk e don gjymërtllëkun. Nefsi e çon njerin me u bë tamaqar, me u bë koprac. Nefsi e çon njeriu me lyp gjithmonë me kon manalt se të tjerë, që kjo prodhon çka? Prodhon arrogancë, që është prej seneve më të këqija që njeriu mundën me ndodh. Nefsi e çon njeriu te një nivel tjetër, hala më i keq i arrogancës kur gabon nuk e pranon se ka gabu. E tash e keqja e mospranimit të gabimit ku qëndron? Përveç insistimit edhe vazhdimit në gabim, qëndron edhe te fakti se kur njeri se pranon që ka gabuar, atë gabim do të më mbrojt tash. Nëse më thon kum gabuaj, do të më thon jo, më të bo mirën.
Kjo është hala ma e keqe. O idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izzatu bil ithm. Kur i thuhet atij ki frikën Allahut, ai bëhet krenar dhe arrogant me mëkatin që është duke e bë. Nefsi mes tjerash s'ka qef mu marrë me punë trana, me punë të vështira, edhe nëse ato janë shumë fitimprurse edhe dobiprurse, edhe që kjo është realiteti i njeriut, në të cilin Kur'ani nuk ka gry, nuk ka dhënë, nuk ka eduku, nuk ka formsu. Atë të cilin Kur'ani edukon, ai krejt këto i ka në minimum, për arsye se njeri ka me mbet, ato pikat e dobta edhe ato, si me thonë, vrejtjet edhe behanet kanë me mbet, mirë po çast vogla kanë me konë që në shumicën e rasteve bëhen të padukshme, thot Allahu i madhruar, wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Shumica e njerëzve që përzihen ndërmjet vete, i bojnë zullum njëri tjetrit. Shumica e njerëzve. Ndash meri antarët e një familje, vllazën, motra ndërmjet vete, ndash meri pak ma gjatë, ndash meri kojshit, ndash meri kolegët e punës, ndash meri ortakët e biznesit, e kështu me radhë. Krejt i bojnë zullum njëri tjetrit, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Përveç atyre të cilët besojnë dhe bojnë vepra të mira. Për jashtim shumë i thjesht, edhe e shohim se qysh arrihet deri te një gjë e tillë. Allahu na bëft prej atyre të cilët Kur'ani i edukon, e ai edukim bëhet i dukshëm, me fryte, me gjurmë, me rezultate konkrete. Na bëft Allahu ta atill që mirësinë e synojmë deri në maksimum, edhe të kundërtën e minimizojmë se s'mundemi me esrënjos fare. Allah është përbleft për vëmendjen. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.